Përshëndetje zonja Zamira, të falenderoj që pranuat këtë intervistë për Gazetën Dita. Mbushen 7 vite nga i shpërthim fatal, ngjarja tragjike e Gërdecit, ku ju keni humbur djalën tuaj të vogël, por jo vetëm ju, janë plot 26 familje cilët ende kërkojnë dëmshpërblim për jetët e humbura. Ajo çka është një kontrast edhe pak human, është fakti se qeveria e shkuar kompensoj dëmshpërbleu për ndërtesa, për orëndit shtëpiake, por asnjëherë për jetët e humbura. Madje kur kalon për në Gërdec me makinë, shikon vila dhe duket sikur jeta atje është rikthyer në vend. Pse kështu tash? Kjo kështu erdhi që dhe vendimi gjyqësor që atëherë, gjykat shkallës parë që doli, u rrëzua akuza e vrasjes. Ra akuza e vrasjes dhe u provua shkatrimi i pronës së të gjitha. Që në fillim që kur nisi, Gërdeci u rindërtua shumë shpejt. U fokusuan tek ishin shumë njerëzit që kishin shkatrim shtëpisë, ne ishim pak që familjarët. Dhe kjo bënte që duhesh qeveria e tërshme u fokusua më shumë në dëmshpërblimin e këtyre banesave, që të dukshte që diçka Gërdeci për opinionin e gjerë publik, se kur Gërdeci vetë është një mollë e kalbër, duket e bukur nga jashtë, por brenda është i kalbër. Sepse jetët e këtyre njerëzve janë të vështira, nuk janë më si para 2008-s, pavarësisht se mund të kenë ndërtesa më të mira edhe kushte që jetojnë më mirë, por vetë ata si njerëz janë të tramur, janë me stresin e Zonja Zamira, më vjen shumë keq ta them, po ka një perceptim publik se një pjesë e mirë e qytetarëve të Gërdecit, ata që u dëmtuan edhe me shtëpitë e tyre, por edhe patën një të humbura, bën një lloj kompromisi, nuk është se më pëlqen të them termin bën një lloj tregtie me fatkeqësinë e tyre familjare, por disa bën kompromis, u dëmshpërblyen në mënyrë private dhe e qepën gojën. Ndërsa ju po, jeni simbolike e ngjarjes tragjike të Gërdecit dhe disa personazhe të tjerë cilët vazhdojnë të ende ndyreve të gjykatave duke pritur vetëm drejtësi. Pse ndodhi kështu? U barazua, u vu një, si ta them, një baraz pesh, u vu në shtëpitë e ndërtimit e viteve 90 me shtëpitë e ndërtimit viteve 70, para viteve 80. Ke parasysh, të ndërtesa ishin të reja, kishin vlerë tjetër, kurse shteti ato kanë qenë shtëpia të vjetra me qerpiç, ato që shkatruan, çmimi që i barabartë. Si shtëpia e viteve, mbas viteve 90 dhe shtëpitë para viteve 90, u vujnë çmimi i barabartë. Njerëzit këtu u joshën, edhe bën atë përçarjen, siç e ka politika gjithmonë që të përçarjen përmes banorëve, që mos unë s'flas sepse për shembull më shkatrua më pak, po mora më shumë, përfitova, gjithmonë pazari, përfitimi, paraja në mes të që njerëzit mbyllën gojën. Por jo se u rikuperua si njerëz. Ata njerëz janë të marruar, jetojnë në stres të paparë. Atje unë shoh fëmijë të traumatizuar dhe të rritur, që një gjymim. Nga e kupton këtë? Çfarë shenjë? Nga e kupton që ata janë? Një gjymim, një gjë që është, ata njerëz janë. Shoh reagimet, për shembull, kur jemi që një gomë përcet në autostradë, drithërohesh e gjitha sepse kemi përjetuar një gjë. Shoh nga të afërmit e mi, nga familjarët e mi, nuk thash për gjithë, por kjo është ajo që u fut dëmshpërblimin në mes, me të njëjtat kushte, pavarësisht, ose 2 milion për banor, me fjalë për orëndit shtëpiake që atëherë. Ju vetë si familje keni marrë dëmshpërblim për orëndit shtëpiake? Po. Ju e keni marrë? Po. Si gjithë të tjerët, edhe ne, sepse ato kaluan në numër llogarie në varësi të dëmit nga komisioni, unë pikërisht dhe për këtë nuk jam dakord, e kam kundërshtuar dhe këtë dhe vazhdoj të jem gjykatë edhe për këtë, sepse unë kisha një shtëpi të vite, sa e kisha ndërtuar 5 muaj para, e kisha rindërtuar me të gjitha shpenzimet të bëra, ishin të reja, nuk ishin një lloj si ato të viteve para viteve 90. Kjo nga hidrauliket, që nga dritarja me dura alumina, ke parasysh, çka ka shtëpia, ç'a të them. Dhoma e gjumit për shembull, i thot 2 milion për frym. Por për mua këto kanë qenë, nuk i kam parë primare për të u marrë me këto gjëra, por një dhomë gjumi për shembull ti mund ta kesh marrë 16 milion. Se sot çmim tregu ka lloj-lloj. Çmimesh. Ai thot 2 milion për frym. Tashi dhe kjo u bë që ishin të pak njerëzit që ta kundërshtonin këtë.
Sa familje jeni që kërkoni dëmshpërblimin e jetëve të humbura dhe ku është çështja, në çfarë pike ka mbërritur? Ne me këta janë 26 viktima, iq Baxhanakun e kryeministrit, iq Dvoranin, që e ka fituar gjyqin, pjesa tjetër. Baxhanaku i kryeministit Berisha? Nuk di se çfarë bëhet. Po kush tjetër e fituar gjyqin? Edhe Dvorani. Endri Dvorani, familja e Adrian Dvorani, që është gjykatën e lartë, dhe ai e ka fituar gjyqin, e ka mbyllur që në 2010 në biles, kurse pjesa tjetër janë këtu, në gjykatën administrative. Të gjithë janë. Pse Dvorani e ka fituar? Dvorani e ka fituar për shkak Shumë mirë që ka fituar, po pse se kanë fituar dhe ju si ai? Kalvari joni ka qenë i gjatë, prej 7 vitesh, në radhë parë në 2009 që ne u veçuam, se qemë që në gjykatën e lartë, që qemë bashkë, na veçuan si parë. Pastaj nuk vazhdonte dot gjyqi civil i joni për shkak derisa delnin fajtorët. Në moment që dolën fajtorët, për këto, gjyqi vazhdoi në Kalvar gjatë, filluam në gjykatën, na ndan, ishin njerëz të grupuar, na ndan veç e veç. Çdo familje më vete. Vazhdoi disa muaj kjo procedurë e ndarjes, filluan u hodh shorti për gjyqtarë çdo familje më vete. Filloi një karvali i gjatë që një karvan që do të ishte kompania amerikane, që nuk kishte mundësi njoftimi, shtyshe për disa kohë për këtë kompani. Vajti arritëm që tek taksat, që ishin 3%, që ishin pa përballueshme nga familjarët, mendoj që ishin mendim ekonomike, pa punë, pagoje për dëmshpërblimin e jetës ishte një shumë goxha e kushtueshme, taksat, dhe askush nuk e merr parasysh, ne kemi ndjekur gjitha rrugët, jemi munduar që të ndjekim gjitha rrugët ligjore, duke ju drejtuar Ministrisë Mbrojtjes njërë që ta zgjidhme me pajtim. Në atë kohë ajo nuk pranoi, na refuzoi. Jemi drejtuar Komisionit të Ndihmës Juridike që është falas, ata dhe sot e kësaj dite nuk janë shprehur që t'ju afronin këtyre familjarëve. E çuam në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese e ktheu përsëri që në lanë varësi të gjyqtarëve ta shqyrtojnë rast pas rasti. Në varësi të të ardhrave që ka çdo familje dhe në dorë e ktheu topin përsëri te gjykata. Edhe nuk u dha asnjë zgjidhje. Në moment që filluam që të merrte rrugë në gjykatë, doli një urdhër nga gjykata që të gjitha këto vendime që kanë të bëjnë me institucione të kalojnë në gjykatën administrative, që ishin institucionet të paditura. U ndërprej dosja, atje doli një vendim i gjykatës lartë, kaluam në gjykatën administrative, zgjati një 3 muaj, ne i çuam edhe një herë në gjykatën e lartë. Me fjalë, kjo është zvarritja e gjithë këtyre proceseve dhe jemi tash në gjykatën administrative. Këtu jemi përsëri në të njëjtën pikë në pagesën e taksës. Ndryshoi qeveria, u ul taksa se ka qenë 3% e vlerës, jemi te 1% që i vlerës, po përsëri dhe kjo vlerë për dëmshpërblimin e jetës në këtë familje, që është një takë dhe 1% që është goxha. Shkoj përshtypje që nuk ka pasur interes nga familja e Baxhanakut kryeministrit Berisha për të prostituar, nuk di se çfarë në sistemin e drejtësisë, për ta apeluar. Nuk di se çfarë bëhet. Çfarë dini, apo asnjëherë nuk keni pasur informacion? Asnjëherë nuk kam informacion se çfarë bën kjo familje, mund ta ketë marrë dëmshpërblimin, nuk kam informacion për të. Di vetëm që Dvorani e ka fituar gjyqin, duke përjashtuar Ministrinë e Mbrojtjes. Pikërisht se unë isha sot në seancë dhe këtu ngrihet avokati që mbron Ministrinë e Mbrojtjes, e thotë që të rrëzohet kërkesë padije këtyre familjarëve, për arsye sepse Ministria nuk është fajtore, unë isha në shpëtime. Këtë duhet të... E qartë, Ministria e Mbrojtjes aktuale nuk ju mbështet. Dhe bëhet fjalë që në krye të kësaj ministrie është zonja Kodeli, një grua që ka qenë në protestat e Gëdecit, që i ka praprir, ka qenë në frontin e parë. Ju si e shpjegoni? E shpjegoni të si një lënje në harres, një braktisje nga qeveria e sotme, kur në fakt në 2008-2009 e vite më vonë Gërdeci ka qenë kaos e opozitës atëhershme, sot qeveria. Tash këtë kërkesë të këtyre avokatëve sot, se sa dola nga seanca gjyqësore dhe që është tepër e revoltuar atje, nuk mund ta
lidh me ministrin e mbrojtjes, sepse këta e kanë pjesë juridike të tyre që t'i kundërshtojnë, se kështu vazhdon, ata do bëjnë punën e tyre. Normalisht nuk e kuptoj që si të rrezohet kërkoj rrezimin se ne dhe kësaj ministre jemi drejtuar për ta zgjidhur me pajtim. Dhe nuk u zgjidh çështja me pajtim për shkak të taksave, që ishin të larta dhe nuk mundin t'i pagojmë, ndaj kërkovim zgjidhjen me pajtim. Kur ja keni kërkuar? Që në fillim ka një vit e ca. Ja kemi kërkuar kryeministrit, ja kërkuar ministres mbrojtjes, nuk kemi marrë asnjë përgjigje, se disa procese gjyqësore janë pezulluar për shkak të këtij pajtimi që pa të ardhur një letër që do ngrihet një grup pune, do të shikoj do ngrihet një grup pune me ekspert për të parë rast pas rasti vlerësimin për çdo person. Këtë tashin duket vërtet ata thjesht bëjnë punën e tyre, po nëse do pranohet nga gjykata atëherë do jetë një skandal për mua se ata bazohen, kanë si precedent rastin Vorani, që se në rastin Vorani ministria është përjashtuar, ka vetëm firma private. Vorani ka qenë punëtor, ka pas kontratë me atë lloj. Unë kam qenë në shtëpi, djali është fëmijë, nuk ka lidh kontrata as me asnjë dhe unë drejt për drejt urdhri jashtë i ministrit mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes i kanë dhënë urdhra që dolën armatimet të sheshit. Transporti bështën me mjetet e ushtrisë. Nuk njoh fund tjetër njëri person atyre le t'i kërkoj llogari shteti, unë njoh shtetin tim, që për detyrë të më mbronte, jo të më vriste. Ky është ajo që tash nuk e di se si do shprehet gjykata në këtë rast. Po si e shpjegoni që nuk keni një përgjigje nga zona Kodeli? Nuk di që të nuk ka reaguar fare, nuk as kemi kontaktuar, as gjë. Unë thjesht jam drejtuar sistemi drejtësisë, nuk kam lidhje me këtë. Nuk shpreson më atë? Jo, nuk shpresoj të politika, por ata e përdorin vetëm për rastet e tyre kur e shohin veten në rrezik që të përmendet dhe gërdeci. Që për kundërshtim, për të balancim palësh, ne kemi bërë këtë, ju keni bërë edhe këtë, e keni më të rëndë. Kjo është ajo që nga politika, dhe nuk kam besim. S'kam pse të merrem me politikën, më nuk më intereson. Voton kur janë zgjedhjet parlamentare? Votoj dhe unë kam alternativën time. Për këtë e votuar? Mund ta thuash? Të ke mbështetur? Po patjetër që në këtë zgjedhje mbështeta PS. Do ta mbështetësh pra? S'kam arsye pse duhet të mbështes asnjë, do dalë elektorat gri. Je elektorat gri tash. S'kam as e kuptoj, je të hequr, nuk e më shpresa nga politika dhe i përshëndruar tek sistemi drejtësisë. Po sistemi drejtësisë duket se po ju mban në një kalvar të gjatë, 7 vite gjyqje, asnjë përgjigje, asnjë reagim. Ka ndonjë dritë shprese në fund tunelit? Drita e shpresës me ne është, po, se unë doja të zhbësh ajo që u bë. Ajo nuk zhbëhet më, thjesht drita e shpresës me ne është, por është lumë kujt do t'i japi Zoti durim, që të duroj dhe të shikoj dritën në fund të tunelit, sepse ne jemi shumë plotë, 7 vjet dyerve të gjykatave. Ju e keni çuar çështjen në Mosgaboj dhe në Strasburg, keni një përgjigje? Në Strasburg ne kam regjistruar në 2009 për që në veçimin që na bëri gjykata e lartë, nuk na pranoi, nuk na legjitimoi si palë. E quam në gjykata kushtetuese nuk u shpreh çështja është në gjykim, dhe unë ankimova pranë Strasburgut. Këtë e ka regjistruar si çështje. Kam pasur kontaktet të vazhdueshme me Strasburgun për këtë gjë dhe para disa ditësh më ka ardhur edhe përgjigja e fundit që kjo çështje është hapur në gjykatën e Strasburgut. Ka ardhur në 13 janar një përgjigje nga Strasburgu dhe ku i drejtohet shtetit shqiptar me disa pyetje, disa gjëra që ka bërë për këtë, sepse unë kam çuar vendimin e gjykatës shkallës parë, vendimin e apelit, mospranimin e rekursit. Kam paditur në tërësi shteti shqiptar, këtu nga prokuroria të gjitha sistemin e drejtësisë, të gjitha këto padrejtësi që mua më janë bërë. Tash i pres që institucionet shqiptare t'i përgjigje Strasburgut deri afati fundit që i kërkon Strasburgu shtetit shqiptar është 4 maj. Kam shumë shpresa që të paktën vendoset një diçka dhe vendoset drejtësi, sepse unë kërkoja të zhbësh ajo që u bë për mua. Nuk ka në rëndësi as dhe paktën ata që na e bën këtë gjë të vuan në dënimin, sepse kështu merr jetë njerëzish edhe mos u ndëshkohet askush. Gjithë janë në përshpia, gjithë të pafajshëm, mbaruan falen për sjellje të mirë, ç'as ka dëgjuar Zamira. Po këtë jetë që u ekzekutuan pa një vendim gjykate, pa një gjë. Kush mban përgjegjësi për këtë?
pretendonim që bëshe demontimin se kështu pretendoni shteti shqiptar që bëhet demontimin kuadër të NATO se kemi armatim tepër, por NATO nuk thot nxjerrën një shesh. Fusni grahe fëmijë pa kriter. I ke shumë bukur e ka cilësuar gjykata e Strasburgut pyetje që kërkon këtyre. Janë disa pyetje që ka dërguar gjykata e Strasburgut shtetit shqiptar. Që ai ke njoftuar. Një ndër pyetjet ishte që janë njoftuar banorët e zonës për rrezikun që paraqet kjo fabrikë domethënë. Kush na njoftoi ne? Hadi nuk pranon të marrë për faj. Thot nuk jam unë fajtore sepse ka lidhur kontratë me kompaninë amerikane dhe një kompani private. Pjesa ndërmuese të akuzuarve të cilët kryen një dënim në bugjet shqiptare për tragjedinë e Gërdecit tashmë janë të lirë. A ka pasur ndonjë përpjekje prej tyre për të takuar me ju? Jo. Jo vetëm me ju personalisht, po ndoshta me familjarë. Me familjarë të tjerë nuk di të them, por me mua nuk ka kërkuar askush sepse unë kam thënë që ke bërë një ashtu, ja kam në sistemi drejtësisë të gjykoj. Me mua nuk e ke personale, unë e kam institucionale me institucionet e shtetit. Institucionet që janë private, kompanitë private që merren me demontime këto, e kanë me shtetin, nuk kanë lidhur kontratë me mua. Unë i drejtoj institucioneve të mia shtetërore, për ato paguaj taksën. Nuk kam lidhje me askënd që dihet më kontaktoj. Dua që kjo mos jetë më që dikush që e bën ta paguaj. Sepse për ta zgjedhur në rrugë private mund ta zgjedhë shumë kollaj. Unë nuk kërkoj asnjë shpërblimi në lek. Se kjo është e zgjidhja rrugë private. Të shofruar në një? Patjetër që është ofruar në fillimet Nga kush? Nga sa të rinj fjalë që janë të përfshirë në atë. Por nuk kam lidhje me këtë. Sa të shofruar? Të shofruar një shifër e caktuar? Mal me para. Një mal me para. Ka të tjerë që kanë pranuar këtë? Nuk di. Gjithja përgjesa janë gjyq, s'di që ta kanë bërë ose të ju e na ofruar, nuk e di. Për 15 mars, ditën e dje, padyshim që është një ditë që do të çojë tek djali, po çfarë bëhet në Gërdecë ditë? Po kujtohet, ka vizita në shtëpi, nuk e di, fqinje të afërmit, diçka që bëhet nga bashkia, ka një vëmendje, rikujtohet, rikujtohet ngjarja? Deri vjet, pa 15 marsin e vjetën, kishte rituale nga bashkia, vinin nga opozita që ishte atëherë, se qeveria nuk vinte. Vjet nuk kanë qenë as institucionet e bashkisë, por shtetit vendor. Ka qenë vetë ministri e mbrojtjes në një vizitë në orën 9:30, pa njoftuar familjar. Ka gjetë një dy familjar atje, nuk e di. Ne ritualin e kryejmë në orën 12:05 orën, sepse atë nuk e kemi caktuar ne, ka caktuar vetë shpërthimi. Çdo datë 15 ne hyjmë në deri tani dhe si vjet nuk kemi asnjë kontakt nga askush. Ne do vazhdojmë kryejmë ato rituale që bëjmë, po kujtojmë. Nuk i bëjmë 15 mars, unë i bëj çdo ditë, çdo 15 të çdo muaj. Sa do ishte djali tani? Djali do ishte 15 vjeç. Ishte në klasë 8 me gjithë shokët e vetë. Fati, këto ditë për mua janë ditë më të tmerrshme që mendoj që para 7 vjetësh ditë të djalit tim kanë qenë të fundit. Mundohem të kujtoj çfarë kërkonte, çfarë se ishte klasë parë, ushqimin, veshjen, detyrat që bënim. Mësove me abetaren, në 13 mars ka bërë detyrat e 15 të mbasi jetën, pa që një smurë, është diçka e rëndë, se si falemderit Zotit që më ka thënë kurajo, edhe mjekës me ilaçe që qëndrojnë kanë, sepse është e vështirë. Edhe sot që u përmend emri i djalit në gjykat, shpërthyen lot që të vi unë në gjykat, kërkoj dëmshpërblim për... Thjesht ajo është pjesë e imja, se më ka shkaktuar një dëm, por nuk tër botën me ma dhënë mua sot, me më thënë që është e jotja, unë nuk e dua. S'ka më. Qefas për gjithë. Jeta kështu qëndë, duhet ta pranoj. Thjesht kërkoj që të ketë një precedent. Dënohen të tjerë me që askush nuk merr përgjegjësi. Të vret fëmijën, të shkatron shtëpinë, të shkatron çdo gjë. Çdo do të shkojë dënuar në fakt. Përveç atyre që ishin përfshirë direkt me ke njerëz që do të jepin një lloj zgjyrimi shpirtëror, po të shikoje të dënuar.
Nuk është punë se do ndishje. Do doja që të shikoja të dënuar të tjerë kë. Po këto që marrin përsipër institucion të ndrejtojnë institucionet e këtij vendi që e kanë për detyrë. Ministri nuk u gjykua fare. Kupton? Mbyllet, pushohet për shkak se ka imunitet. Shohet çështën në gjykatën e lartë, gjykata e lartë nuk reagon. Prokuroria nuk e kërkon më. Na kërkon me prova të tjera. Çfarë provash çoj? Unë kur ato i çoj të gjitha i kishte vetë prokuroria, na thotë nëse ju bini prova të tjera që implikoni ministrin. Po vetë urdhri ministri. Nuk e implikon këtë ministër? I ndjek lajmet e ditës për I ndjek fjalën e tij, jetën e tij, për zotin Rama, ministrin aktual, tashmë gjithë po merren me videon e të ndoshut të deputetit përjashtuar Partisë Socialiste. Gjithmonë ka një skandal trans që të rregjë mendjen. Si ndjek? Po jemi po ku që harrojmë ato ngjarje të para. Kur nuk u zbardh Gërdeci që ishte filmuar humën jetë njerëzish, u shkatërruan fshatra të tërë, u ekzekutuan njerëz të pafajshëm. Ç'a pret nga këto? Këto ja thashë themet si ato gratë e lagjes që ka ngelur, që merret me thashë themet e lagjes. Nuk di, inshallah ngran që kokën e tyre. Ka plasur ndër vetë dhe ngran që kokën e tyre. Inshallah do Zoti nuk preket e nuk bie viktimë ndonjë qytetari thjesht i këtij vendi, se ata kokën e tyre ngranç. Nesër është protesta e opozitës. Ditën e njëjtë është protesta e opozitës. Si të duket si protestë? Shëtueshme, sepse këtu ka ndodhur gjëra edhe më të rënda. Po them Gërdeci. Gërdeci është përthej u filmua gjitha çat proteston. Tash ata shqyr Zotit në këtë rast nuk kemi viktima dhe i kemi gjallë, le t'i japin dëshmi të provojnë dhe ai që duhet vritë edhe porositësit. I kemi gjallë të dy dhe le të dalë e vërteta. Thashë kanë ndër vetë tyre dhe ngrënë kokën e tyre do Zot.